një rast ka qenë shumë i vështirë kur ne si ekip kemi qenë në një nga zonat periferike të Tiranës, pacienti ishte i mbyllur në banesë, një nga familjarët ka ardhur tek ne dhe ka folur për situatën se si ishte, por në fakt nuk na e tregoi me hollësi që ishte rast i dhunshëm. Dhe ne ishim dhe femra, vetëm femra, dhe jemi ndodhur përpara një rreziku sepse shkuam në banesë dhe ai mbylli derën. Dhe ne u detyruam të ishim me pacientin, me një zotëri të moshuar dhe ne që ishim 4 femra. Megjithatë, sigurisht ne jemi të përgatitur për situata të tilla, por dhe rasti nuk ishte i asaj kategorie që të ushtronte dhunë fizike, por ne vetë u ndjem sigurisht shumë të frikësuar.